Me përfundimin e numërimit të votave brenda dhe jashtë vendit, kryeministri Edi Ramaj është drejtuar kandidatëve të tij me një mesazh falendërues, duke cilësuar një betejë politike të paharrueshme dhe një sukses të veçantë. Kryesocialisti shpreh se rezultati 11 majit ka krijuar histori për të majtët. Së pari dua t'ju falenderoj të gjithëve për eksperiencën e një betejë politike të paharrueshme ku secili e secila bëri sa mundi dhe ku rezultati i përbashkët do të mbetet në historinë politike të Shqipërisë e natyrisht edhe në historinë e Partisë Socialiste si një sukses krejt i veçantë. Faleminderit. Së dyti dua t'i përgëzoj shumë përzemërsisht të gjithë ata dhe ato që në fushën e hapur të betejës u përpoqën me gjitha forcat e tyre dhe u bën fuqi e shtuar e Partisë Socialiste në çdo territor. Urime me gjithë zemër për ata ato që ja dolën të hyjnë në ekipin e legjislaturës së ardhshme. Rama nuk la pa përmendur edhe kandidatët që nuk mundën të bëheshin pjesë e parlamentit, madje u shpreh se ata do t'i nevojiten Partisë Socialiste. Të gjithë atyre që s'ja dolën u them shumë sinqerisht se duhet të jenë jo vetëm krenar për pjesën e tyre të çmuar në fitoren e Partisë Socialiste, po edhe të bindur se në rrugën që vazhdon me supersfidën historike të antarësimit të Shqipërisë në BE, kontributi i tyre do të jetë shumë i nevojshëm. Prandaj kokën lart, të gjithë bashkë motra e vëllezër, këtu nuk ka humbës, po vetëm fitues, dhe së fundi, duke uruar që gjeni pak ditë qetësi pranë familjeve fëmijëve tuaj, Zoti i bekoft për të gjithë barrën që mbajnë. Ju përqafoj të gjithëve me premtimin se nuk do të rrim pa u mbledhur edhe live, jo për ndonjë festë të madhe, po për shihjen e gëzimit merituar familjar, si ky që vetëm ne e dim se sa kemi punuar e jemi munduar për të arritur. Partia Socialiste arriti të fitojë në zgjedhjet e 11 majit 83 mandate, duke siguruar kështu mandatin e 4 të qeverisës.